kësaj proteste gjatë ditës së sotme? Pritet që të blidhen më shumë protestues? Po, do të presim, patjetër, do të presim, të kërkoj ndjesë, më duhet të shkoj me kolegë unë me zyraj, por të na raportuar se çfarë po ndodh me protestuesit. Ka një deklarat, nuk e di nëse e kemi. Isa? Normalisht, ajo që do luftojmë ne, do luftojmë për të bërë demaskimin e vërtet të kësaj gjëje. Nëse TikToku është ai që vrau Martin Canin e ndjerë, dhe Dirama bëri konsult me 65.000 prindër, njerëzit do të kuptojnë që mes atyre 65.000 prindërit nuk ishin prindërit e Martin Canit. Po ashtu mes atyre 65.000 prindër nuk ishin mira prindër që protestuan të Ministri i Arsimit, dhe mes 10 kusheve të atyre mira prindër që protestuan të Ministri i Arsimit nuk ishte mbyllja e TikTokut. Po, pra ju deklaroni se mbyllja e TikTokut bëhet vetëm për efekt të zgjedhjeve të 11 majit? 100%. Vetëm për atë zgjedhje. Mbyllja e TikTokut nuk do ndaloj shitjen e drogave pranë shkollave. Mbyllja e TikTokut nuk do garantoj që të kemi policë dhe roje shkolle jo patronazhist. Mbyllja e TikTokut nuk do garantoj që të kemi drejtor shkollash jo patronazhist. Mbyllja e TikTokut nuk ka për të ndihmuar asgjë tek rinia shqiptare. Mbyllja e TikTokut do ndihmoj vetëm Edi Ramën. Nuk do jetë për sigurinë në shkolla, por do jetë për sigurinë elektorale të Edi Ramës. Dhe patjetër, kjo duhet demaskuar. Ne protestën e bëjmë për të demaskuar dhe për të luftuar diçka. Por nëse do vazhdojmë me idenë që protestat nëse sa arrin suksesin, i bën mos bëjmë kur protesta. Por patjetër rinia nuk ndalohet tek për të bërë protesta. Thras gjithë rinin shqiptare të mësojnë nga rinia në Serbi dhe të dalë i protestoj për vetën e tyre.